Rasti që ka ndodhur në qytetin e Prizrenit është një rastje tragjike dhe është ka të bëjë me një familje e cila ka ardhur nga shteti i Turqisë dhe është vendosur në qytetin e qytetit, pothuajse tani janë bërë 6 muaj, por si njohës i ligjit dhe avokati i kësaj fushë tregoi se kjo çështje duhet të shkojë me vepër penale të vrasjes së rënd, ashtu është cilësuar deri më tani nga Prokuroria Themelore e Prizrenit. Vrasja e rënd parashet dënim deri në burgim përjetshëm, sepse këtu kemi të bëjmë me një vrasje dinake, vrasje të një antarit të familjes dhe ajo vajzë ka qenë në gjumë dhe personi i cili ka kryer aktin ka kryer në mënyrë më makabre të mundshme. Andaj kodi është i prerë dhe decisiv, por në anën tjetër sigurisht duhet të shikohet kjo çështje edhe në prizën tjetër dhe të kuptohet se çfarë mënyre dhe çfarë çështje personi është i indoktrinuar dhe me ato informacione të cilat i kemi lexuar, aty personi ka thënë se duhet të vdesin të gjithë. Andaj personi i cili ka kryer këtë vrasje ndaj antarit të familjes, përkatësisht ndaj vajzës së tij 15 vjeçare, ai me këtë ka kryer një vrasje, ka lënduar po ashtu një vajzë tjetër, e cila ka marrë lëndim të rënd, po ashtu edhe shoqja vet është e lënduar. Kështu që kodi penal bukur ka parë dënim për personin i cili ka kryer këtë vepër penale deri në burgim përjetshëm. Kjo është më së logjikshme dhe më së arsyeshme për mënyrën dhe rrethonat të cilat ka kryer personi i cili ka bërë këtë krim makabër në qytetin e Prizrenit për një shtetas turk.